Një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore me të gjitha rekomandimet e OSBE ODIHR është kërkesa e ambasadorit të delegacionit të Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, për mazhorancën që tashmë në legjislaturën e ardhshme do të ketë edhe numrat në parlament. Është koha tashme që qeveria shqiptare por dhe parlamenti të miratojë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkruara e të tashme nga OSBE ODIHR. Rezultati dhe përgjegjësia bien mbi qeverinë që të ndërmarrë të kryejë këtë reformë kaq të gjerë, sepse me patjetër që i ka numrat. Nga ana tjetër, është dhe pritshmëria e shqiptarëve, duke qenë se Shqipëria është në këtë rrugtim për të futur në BE. Diplomati shprehu vlerësime për punën e SPAK, prokurorisë së përgjithshme, por edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjatë votimeve të 11 majit, ndërsa i sugjeroi opozitës që t'i drejtohet instancave përkatëse nëse ka kontestime për rezultatin. Do doja të thoja që çdo parti e cila mendon apo ndjen se ka patur parregullsi, patjetër le t'i raportojë ato e të ankohet te organet përkatëse, që janë organet që administrojnë zgjedhjet dhe natyrisht edhe te organet përkatëse. Kjo është mënyra se si duhet të shkojnë gjërat. Megjithatë, shpresoj që të dyja partitë kanë theksuar një sër herësh dedikimin e tyre ndaj procesit të antarësimit dhe përpjekjeve të Shqipërisë për të shkuar drejt BE. Do të punojnë realisht në këtë drejtim. Deklaratat ambasadori i bëri nga qyteti i Korçës.